Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku në tregun e brendshëm valutor nuk po ndalet rënja e euros edhe në sesionin e sotëm. Moneda europiane ka humbur edhe 100 darkë në raport me lekun në tregun e brendshëm, duke regjistruar nivele të reja rekord. Mbase mund të jetë një efekt psikologjik për shkak të festave të fundvitit, ku supozohet që një pjesë e mirë e emigrantëve të rikthehen në vend për të kaluar këto festa që sjellin me vete njëkohësisht edhe monedhën europiane. Në mëngjesin e sotëm, sipas agjencisë së këmbimit valutor, Iliria 98 dollari blihet me 81, shitet me 82.2 lekë, duke humbur gjithashtu pikë në raport me lekun, ndërsa euro ka humbur edhe 100 darkë krahasuar me ditën e dieshme, kur kotoi në 95.8 lekë në blerje, sot ka rënë në 95.7 lekë, shitet në anën tjetër 96.5 lekë. Franga zvicerane gjithashtu ka humbur terren në raport me lekun, blihet me 102.9, shitet me 103.9 lekë. Paundi britanik blihet me 109.2 dhe shitet me 110.5 lekë. Në ecurinë e dollarit kanadez, edhe kjo monedë ka një tendencë në rënje të lekë në raport me lekun, blihet me 59.2, shitet me 60.4 lekë. Dollari australian blihet me 54.2, shitet me 55.2 lekë. Jeni japonez blihet me 0.5, shitet me 0.54 lekë, ndërsa në ecurinë e lirës turke, kjo monedë blihet me 1.85, shitet me 1.95 lekë, dhe së fundmi juani kinez blihet me 10.81 dhe shitet me 11.63 lekë në mëngjesin e sotëm, sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare kemi të bëjmë me ndryshime minimale në tregjet që janë aktive. Ditën e dieshme, bursat europiane, Wall Street ishin pushim me rastin e ditës së Krishtlindjes, ndërsa në sesionin e sotëm tregtia është e pjesshme në ato pak tregje që janë të hapura. Parashikohet që jo vetëm ditën e sotme, por edhe në sesionet e mbetura, dy sesionet e mbetura të javës 3 më saktë për vitin 2026 të karakterizohen nga qetësia, megjithatë investitorët mund presin ndonjë lajm që mund të jetë inkurajues për të qenë më aktiv në tregje. Aktualisht euro ka rënë lehtë me 0.05% përballë dollarit amerikan, megjithatë vjon të qëndrojë pranë niveleve më të larta në të paktën 4 vite e gjysmë. Një euro këmbet me 1.17, edhe një dollar amerikan. Paundi britanik ka rënë me 0.29%, këmbehet me 1.34 dollar përballë frangës. Dollari është rritur me 0.27% të vlerës, këmbehet me 0.7895 franga. Dollari australian ka rënë me 0.06%, këmbehet me 0.6698 dollar amerikan. Dollari kanadez ka fituar 0.05% të vlerës, këmbehet me 0.7312 dollar amerikan, dhe në raport me jenin, dollari është rritur me 0.35% dhe këmbehet mesatarisht me 156.34 yen mesatarisht. Në ecurinë e tregut të kriptomonedhave, vjetre një ndryshim i vogël në sesionin e sotëm me një tendencë në rënje, ndërsa edhe në tregun e kriptomonedhave volumi ka qenë i ulët për gjatë ditës së dieshme, por gjithashtu edhe ditës së sotme. Madje tregu në këto momente është kthyer në rritje të lehtë. Bitcoin ka fituar 0.93%, kwotohet në 88.664.39 dollar. Ethereum në rritje me 0.52% të vlerës, kwotohet në 2.960.79 dollar. Ripple është rritur me 0.18%, këmbehet me 1.8684 dollar. Edhe Litecoin ka fituar lehtë terren në rritje me 0.35% të vlerës, këmbehet me 77.29 dollar, dhe Bitcoin Cash realizon fitimet më të mëdha në rritje me 1.17%, këmbehet me 601.05 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërsa në tregun e naftës, benchmarket kryesor po ndryshojnë minimalisht në sesionin e sotëm, ndërsa ditën e dieshme edhe ky treg ishte pushim me rastin e Krishtlindjes. Brendi Londrës ka fituar 0.05% të vlerës, kwotohet në 62.27 dollar. Nafta bruto amerikane është në rritje me 0.29%, kwotohet në 58.52 dollar. Në anën tjetër, nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka humbur 0.22% të vlerës dhe kwotohet në 626.88 dollar për ton.
Dhe së fundmi në ecurinë e tregut të tregut të metaleve të çmuara, si ari, argjendi ashtu edhe platini kanë regjistruar nivele të reja rekord në sesionin e sotëm, nivelet më të larta në histori. Ari është rritur me 0.93%, kuotohet në $4.544.5. Argjendi është rritur me 4.52%, është afruar shumë nivelit të $75 për oncë, me eksaktësisht tregtohet në $74.93, një nivel i ri rekord. Dhe për gjatë vitit 2025, argjendi është bërë në rasetet me performancën më të mirë, pasi ka fituar mbi 140% të vlerës, dhe platini është në rritje me 7.61%, kuotohet në $2.418.8 për oncë. Në këtë mënyrë, edhe platini ka tejgaluar nivelin më të lartë në 17 vite dhe ka regjistruar nivelin më të lartë historik. Vjet re një rritje ndjeshme e kërkesës dhe pritshmëri, po ashtu për një rritje të kërkesës për metalet e çmuara, metalet e ralla në tërësi nga industritë të ndryshme si inteligjencë artificiale, panelet fotovoltaike, por edhe automjetet elektrike, dhe pritshmërit janë që tendenca e çmimeve të vijojë të jetë në rritje. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë moment.